lidhur me pyetjen e dytë, se ne diskutuam në punën e numrit prokurorëve. Unë thash, pavarësisht se propozon Kuvendi prokurori i përgjithshëm, po edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka bashkëpunim me prokurorin e përgjithshëm për numrin e përgjithshëm. Dhe këtë ka Kuvendi, e para. E dyta, unë një nga problemet që desha të kërkoj këtij komisioni shumë të ndërruar ligjit ishte kjo. Me reformën e re, rreth 22 prokurorë nuk e ushtrojnë detyrën funksionale të njekjes penale sepse janë në pension të tjera. 6 veta jemi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, që 3 jemi këtu sot. Janë 3 tjerë 6. 5 veta janë prokuror, të Republikës Shqipërisë janë këshilltar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë bajnë 11. Ka disa prokurorë pranë Inspektorit të Drejtësisë, pranë Prokurorisë përgjithshme, pranë Ministrisë së Drejtësisë. Pra këto janë të llogaritura si prokuror, por në fakt nuk e ushtrojnë detyrën e funksionit dhe këto do jenë gjithë jetën. Dhe një nga kërkesat tona është që duhet rrit numri prokurorëve nga Kuvendi i Shqipërisë, sepse do në organik atë janë çështje financiare dhe nuk mund ne as kemi gjë në dorë, as nuk kërkojmë që të kemi. Kjo është përgjigjja për këtë pyetje. Edhe një shtesë kemi kërkuar nga një projekt Support Efficiency of Justice, po në mënyrë informale, po edhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian, që sipas standardeve të CPE-s të bëjë një llogaritje sa është numri i prokurorëve për numër popullsie, edhe duke marrë në konsiderat dosjet. Ky është një ushtrim që nuk e bën dot vetë Këshilli, ose mund ta bëjmë, por mund të çedojmë në cilësi. Kështu që po presim për një lloj ekspertize pak më profesionale që ta adresojmë një herë mirë, sepse nuk është një shifër që mund të llogaritet tani në moment dhe të bëhemi pishman ose ta rishikojmë më vonë. Është e njëjta gjë që juve adresuat për çështjen e vakancave në sistem nëpërmjet rritjes së numrit të kandidatëve në shkollën e magjistraturës për prokuror. Kemi mbajtur në konsiderat vitin e fundit edhe një balans ndërmjet numrit dhe formimit të tyre eventualisht. Stafi në shkollën e magjistraturës, edhe pse është rritur, në momentin që kanë qenë 60 ose 80 kandidat për magjistrat, besoj që nuk ka arritur që ta përmbush në mënyrën më maksimale të mundshme formimin e tyre. Dhe kjo gjë pastaj do të çedojë cilësinë edhe në dhënien e drejtësisë, edhe në ushtrimin e ndjekjes penale. Po, faleminderit zonja Bogdani, ju lutem. Zoti Blushi ka kërkuar fjalën.